Ministri i Punëve të Jashtme të Shqipërisë, zoti Edmond Haxhinasto, në kuadër të vizitës së tij zyrtare treditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka zhvilluar një takim me sekretaren amerikane të shtetit, zonjën Hillary Clinton, ku diskutuan në lidhje me shumë çështje të cilat ndajnë Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara si partnere dhe aleate të NATO-s. Sipas ministrit Haxhinasto, gjatë këtij takimi, sekretare Clinton pranoi ftesën për të vizituar Shqipërinë. Marr me vete mesazhin që Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partner, ka një miqësi të konsoliduar, një miqësi e cila i ndihmon ato që të përballin së bashku shumë sfida që ka sot rajoni, që ka zhvillimi i rajonit, që ka dhe Shqipëria vetë, për të bërë një antar i Bashkimit Evropian dhe për të plotësuar detyrimet e saj si një antar i Aleancës Atlantikut Verior të NATO-s. Jam shumë i kënaqur nga ky takim, zonja Clinton ju përgjigj pozitivisht dhe ftesës që i bëra për të vizituar Shqipërinë. Do të gjejmë së shpejti një kohë të përshtatshme që nga mesi i vitit të ardhshëm ajo të vizitojë Shqipërinë dhe të vazhdojmë këtë marrëdhënie të shkëlqyer që kemi midis Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Haxhinasto theksoi se Shtetet e Bashkuara janë një aleat strategjik i Shqipërisë dhe një partner me të cilin vendi ynë ndan sfidat jo vetëm në kuadër të NATO-s, por gjithashtu edhe për agjendën dypalqe. Zoti Haxhinasto nënvizoi se Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithmonë në mbështetje të Shqipërisë për konsolidimin e demokracisë në vend, si dhe për kontributin e çmuar në rajon. Ai shprehu dëshirën për një avancim të mëtejshëm të agjendës bilaterale mes dy vendeve tona, duke forcuar lidhjet ekonomike dhe miqësinë ekzistuese. Kam pasur një takim të shkëlqyer me sekretaren e shtetit Clinton. Kemi diskutuar për rolin e ri që Shqipëria ka, për kontributet e saj në paqen e stabilitetin në Afganistan dhe në vende të tjera. Kemi diskutuar për rolin e Shqipërisë në rritje, në funksion të integrimit të rajonit dhe të midis vetes dhe në Bashkimin Evropian. Kemi diskutuar gjithashtu për agjendën dypalqe të vendeve tona, ku i kemi dhënë rëndësi të veçantë rritjes së bashkëpunimit ekonomik, tërheqjes së investitorëve, kompanive të mëdha amerikane në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit. Gjithashtu kemi folur edhe për çështje të tjera të rëndësishme të agjendës sonë dypalqe. Kemi folur edhe për kontributet përbashkëta për krijimin e një klime më të përshtatshme bashkëpunimi dhe shkëmbimesh në të gjithë rajonin e Ballkanit. Në këtë takim, në kuadrin e bashkëpunimit dypalësh, sekretare Clinton shprehu mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për projektet e rëndësishme energjetike rajonale ku përfshihet Shqipëria. Ajo shprehu gjithashtu një falënderim të veçantë për qëndrimin e Shqipërisë ndaj Kosovës. Gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara, ministri i jashtëm Haxhinasto është takuar edhe me senatorin John McCain, i cili vlerësoi në mënyrë të veçantë arritjet dhe progresin që ka bërë Shqipëria në rrugën e demokracisë, duke cilësuar atë si një histori suksesi. Gjithashtu, senatori McCain vlerësoi kontributin e Shqipërisë në zhvillimin e marrëdhënieve të fëmijësisë së mirë mes vendeve të rajonit dhe krijimin e një klime politike bashkëpunimi dhe zhvillimi. Në këtë kontekst, ai vlerësoi rolin pozitiv të Shtetit të Ri të Kosovës si faktor stabiliteti në rajon. Në takimet e zotit Haxhinasto spikasin edhe ato me kongresmenin Elliot Engel dhe Gary Peters, të cilët vlerësuan rolin strategjik të Shqipërisë si faktor stabiliteti në rajon, si dhe kushtet e favorshme që Shqipëria ofron për investitorët e huaj në mënyrë të veçantë ata amerikanë.